erdhi tek ju, a? Po, në këtë raste merret kërc nga brinja, edhe përmes momentit që kemi kërc të mjaftueshëm, pastaj rimodelimi i hundës është shumë i lehtë. Në momentin që Një sekondë se na shokove. Kërc nga brinja, nga cila brinjë më saktësisht? Zakonisht merret nga brinja 5 ose 6, zakonisht po them. Është pjesa që është më e butë, nëse brinja merret po them nga brinja 7 ose 8, kërci nuk është i fortë, pastaj brinja osifikohet dhe nuk mund të bësh ti ato rimodelimin që neve na nevojiten. Doktor, po hunda është shumë e vogël, si ka mundësi të bëhet 5 herë? Na shpjego pak më shumë detaje që ta kuptojmë. Ne vazhdimisht shkojmë në trajnime të ndryshme jashtë. Edhe nuk e harroj në një rast ku kam qenë në një trajnim në Turqi, për herë të 10. Për herë të 10. Do të thotë si ka mundësi? Sepse gjithmonë kjo pjesa rrjetës sociale ka për të vetën. Mos përzgjedhja e doktorit të duhur nga fillimi e bën të vetën. Pastaj çdo herë është më e vështirë për ta rregulluar. Kur mund të ndodhin në infeksione të ndryshme, mund ndodhin të kenë trauma, mund ndodhin kirurgjia s'ka shku si duhet, mund ndodhin për shkak se pacienti tash nuk është i kënaqur me atë rezultatin më hershëm. Gjithmonë kërkojnë ndryshime. Këta janë pacientë që nuk e kanë problem pjesën e operacioneve, dhe thotë nuk e kanë problem, dhe thotë mjafton thotë të bëhet hunda që nuk dua. Mirë, nuk e kanë problem pjesën e operacioneve, pa kanë problem mendjen? Bëhet kjo më pas tani, po themi një çështje, situatë psikologjike, kjo pakënaqësia e vazhdueshme? Gjithmonë. Dhe kompleksi shkon edhe trashët, rritet, bëhet më pas... Në momentin që ti e serën mirë para operacionit, gjithmonë pastaj është shumë e lehtë. Sepse është shumë e rëndësishme kur ti e serën pacientin, kur ti komunikon mirë me pacientin, je korrekt me pacientin dhe nga ana profesionale, por edhe nga pjesa tjetër që ti do t'i thuar pacientit që nuk është gjithçka dukja, nëse ti do të kesh probleme me frymarrjen e saj. Po. Bëj ato që duhet dhe mos bëj ato që kërkohet. Ti mund të kërkosh gjithçka, por a është e mundur në rastin tënd? Nëse unë mendoj që në një rast të caktuar, shembull, sidomos në rast të televizionit, po them, kërkohet të bëhet merret patjetër kërc, sepse kërca e vet tashmë nuk është. Më mirë nuk e operoj atë rast, sesa ta marrën tash gënjej edhe ai të ndihet keq pastaj. Sepse do thotë, doktor, unë të besova ty. Besimi i pacientit për ne është shumë i rëndësishëm. Mundohemi maksimalisht mos ta zgënjejmë pacientin. Prandaj ti nuk duhet të nxitosh kur e viziton, ta sqarosh në detaje për çdo gjë dhe pastaj pacienti ka shumë më të lehtë edhe me vendos për ta operuar, edhe nëse mendon domosdoshmë që do të ketë nxirje, do të ketë etje për rreth hyrje, thotë nuk e kam problem sepse po e bëj atë që për cilën unë e kam pasur ëndër për ta bërë. Po, dhe është duke ndoshta e menduar, e pritur për shumë gjatë, kështu që është më se normale të jetë i gatshëm për të hyrë. Kemi bërë disa raste me kërc nga brinja, pacient të operuar, po them, 2 herë në Turqi. Dhe kur vjen, prindi pacientin thotë, doktor, ne kemi qenë në Maqedoni. Kur kemi shku në Maqedoni, thotë, na kanë thënë që duhet të marrë kërc nga brinja. Kemi shku në Turqi, na kanë thënë që të marrin kërc nga brinja, nuk na kanë marrë. Së është mirë. Kemi shku në herën e dytë, kemi marrë kërc, prap hunda është keq. Si të besojmë, thotë, që ta bëjmë thotë në Kosovë këtë ndërhyrje, kur shohim shumë pacientë që shkojnë në Turqi, kur fillojmë dhe serojmë, kur i tregojmë rezultatet e punës tonë, pastaj vërtet thotë na vjen mirë thotë që edhe në Kosovë paska kirurg të tillë. Patjetër që po, dhe është shumë mirë në fakt që edhe Kosova nuk qëndron larg trendeve dhe jo vetëm trendeve në këtë rast edhe përdorimit të